vetë është pasalitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten e thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Se unë të pagan budalla nuk jam, të më thënë që të vete deri në vdekje, po trim jam. Nuk është punë trim, jam punë haku me thanë haku. Kur kam lexuar profe atë pikat e pranimit në doktoraturë. E kemi nxjerrë edhe këtu me Regjin, me Bultën. Duhet të jesh pjesëtar i NGO-ve. Pra, sistemi drejt, domethënë ligji i lartë ligji i arsimit lart e ka hequr nga institucioni i arsimit lart universitetin dhe ka vendosur NGO-t. Pra, ne të dy tani po të hapim një organizatë jo qeveritare, OJQ, mund të nxjerrim doktorant. Pra, neve hapim për çat na doj qefin neve, edhe po të paguajnë ata 2 vjet neve, ai shkon merr doktoraturën. Janë këto batardi mbi sistemin e legjislacionit të paqëndrueshmërinë ligjore që na kthejnë këtu. Po si mund bëhet NGO-ja? Sot i vetmi vend në Shqipëri që në botë mbase në rajon po, që nuk keni laborator të sigurisë ushqimore të nivelit lartë të akredituar. Keni një laborator qendror, po s'ke laboratore rajonale. Ama beso, të gjitha pajisjet e punës që i marrën vreshtja, ku do po edhe me të cilat punojnë me student, i kam ble vetë, mi ka ble djali edhe mi kanë dhurua se ka pajisje që kushton 700 pound. Mu ma ka dhurua. Një kushri imi që merr rrush në Portugali e bën vend në Angli, sa Marakli vende, i bleu pajisjet e vendës për vetë, i thash skener, mi ble edhe pajisjet edhe mua. Edhe bleu 2 palë, i kam ato, bëj analizat e alkoolit e të metalëve gjitha. Me tuat? Po, me të mijat. Po, e kam vijë, me student. Sepse nuk ka shanse. Nuk ka shanse që projektet e Bashkimit Evropian apo të Shtetit Shqiptar të shkojnë ke profesionistët. Sepse në rast se unë bëj një rajonizim vreshtash, nuk ka shanse ta bazoj rajonizimin e vreshtar në tregues të temperaturës të vitit 1970. Sepse nuk ekzistojnë më ato. Nuk ekzistojnë ato parametra më. Plus, si parimet e rajonizimit kanë ndryshuar. 10 vitet e fundit a janë fut totalisht kultivar të ri, parimet e tjera. Pa llogarit ka rregulla ndërkombëtare, nuk mund futesh një kultivar pa testuar 10 vjet. Shiko si ndodhi si mjet. Ra temperatura në kohën e lulëzimit e u shkatrua prodhimi i nektarinës e i pjeshkës. Edhe e qershisë në disa zona. Kush e hangri? E hangri ai që i kishte marrë sill kultivart, e i kishte sill kultivart e mbill të pa provuar e të pa testuar. Atëherë testimin e ka për detyrë shteti, se ka për detyrë Bujku. Bujku ka shpenzuar, atëherë shteti duhet me qenë i përgatitur me i dhënë lek një. E jo me detyruar me lanë tokat e me ik e me u bën bujqën në Greqia badje. Ti je i tradhtuar nga kolegët? Unë nuk jam i tradhtuar nga kolegët, sepse në gjithë sistemin arsimor të Republikës Shqipërisë, ti e di mirë Shqipërinë, në gjejnë një profesor tjetër që ka provu hetuesinë e komunizmit, dhunën e komunizmit, barbarinë komuniste që janë në sistem. Unë kam arritur deri këtu me 10 herë më shumë punë se të tjerët. E din ti që shko ke zyra ime në Universitet Bujqësor. Tani kanë zyrat me nga 2 kondicionera, zyra ime është pa kondicionera. Dhe detyrohem me ngrit bluzën, me shkrujt me plotësua diçka e me ik para kohën shtëpi. Pse? Sepse janë kryetari i sindikatës pavarur, ky shkruan në gazetë, ky reagon, ky për studentave. Po të tjerët pse i kanë kondicionerët? Janë më kontribucion. Po ne ta bëna pyetën na je i tratuar. E di pse unë nuk jam i tratuar sepse ata janë dikush duhet çohet e profa. Të vjen një mik e një kolegë të dalë se më ke mua. Jam quar unë. Po ti e çu për tjerët. Në protestën e pedagogëve që ne u rrit paga minimumi 500 euro. Jo vetëm që nuk ardhën, po organizuan edhe bën edhe anti-meeting. Edhe protestuam krejt për çështjen kombëtare, jo për interesin e kush personal,
por dhuna që deri aty sa ata kanë zgjedhur atë mënyrë. Ai ka zgjedhur me nejt aty, me bë ekspertizën, me marr lek, me fitua projektin, me marr me udhëheq doktoraturën, me bë gjitha. Ndërsa unë kam zgjedh, jo vëlla, çështja ime kombëtare më e madhe se sa gjepi im. Sepse unë lekun e nxjerr nga fundi i dhëut. Ata më gjatë zemën. Nuk ka shtetën botë, nuk ka shqiptar socialist as demokrat se ne jemi gjithë një lloj. Po. Unë zyrë kam një drejtues Partisë Socialiste e socialist shumë të nderuar. Burri mirë. Burr shumë i mirë, burr shumë zëni, po kemi komshi pi kafe me ta. Normale se se merr. Edhe jo më burr. Por ama nuk ka që nuk e ka nevojën e dorës time, të këshillës time, të punës time. Atëherë pse? Ama mundësia me kontribue në zhvillimin e qëndrueshëm shtetit tim është zero. Sikur e kanë të tjerë të detyrohen me ikë. E kanë inxhinier të hidrik, zero. Busi detyrohen me ikë. E kanë inxhinier të ushtarak, zero, detyrohen me ikë. E kanë mjek më të mirë, detyrohen me ikë. Atëherë ku po qënë shtresën e mesme? Po ligj për sindikatat, ka këtu prova? Ka, po nuk e lejojnë. Asnjë shqiptari nuk ja dëshiroj të përballoj makutërin, shtypjen, terrorin, sarkazmën, përgojimin atë intimidimin, presionin që bajnë. Unë jam kryetar sindikate. Ja, jam tu ja pa hajrën, s'kam kondicioner në zyrë, s'kam askarrike ku më ullë. Kash. Që do sindikatit? Kur i sulësh drejtuesve të sindikatës në mënyrën më të poshtër e më të ndyrë, i sulet partia që ka vunën këthetra edhe universitetet dhe shkolla. E diti që arsimi kombëtar i Shqipërisë, nuk e thonë, po unë do i thosha o në zënë se student Shqipërisë, ngrihuni e shlirojnë në Shqipërinë. Sepse shkolla dhe universitetet kur nuk kanë qenë më të politizura e nën këthetrat e partisë të korrupsionit. Shpend Gashi se ma the për punën e doktoraturës. Me bindjet plot, ma ka trajtu tjetri, i kam thënë Enis Ulstarovës në zyrën e vetë, i kam thënë një gjë, një pyetje kam për ty o zot Ridher. Këtu je emëruar apo ta kalon baba? Nga zyra, ço? Je në zyrën e shtetit i thash, nuk je në zyrën tënde. Po tjetë për burni, të zhburëroj mu këtu, tekstualisht. Si lepur, kur më shikon në rrugull syt, një bastard, që vetëm plagjatura, po ti lexosh librat e tij për historinë, për antropologjinë historike, janë plagjatur, janë më thënë përkthime, apo Klodiana Beshku, përkthime nga ChatGPT ose nga Google Translate, librat, nuk din të lexojnë vlla. Doktoraturën time e futa në 3 versione, 3% doli më në rregull vëlla, sepse ne kur e kam marrë doktoraturën, mora një kultivar rrushi të veçantë, punimi i parë shkencor për atë objekt. Por ka i problem. Unë e shoh me shumë shqetësim debilizimin e administratës dhe sunimi politik. Këta se shkruan një poezi, se shkruan një publicist një libër, se shkruan një artikull në gazet, ora nuk të sulet rektori. As dekani nuk të sulet. Po të sulet këta Partis, që dhe lushi jo këtu, lushi aty jo shpenë, jo të... Dhe që bojnë pasaj? E mledhin dhe e degradojnë gjithë institucionet arsimore në 3%. 97% tjerë janë me gishtë angujë. Atër degradon mësimdhënia, atër degradon cilësia tekstive, atër degradon programet mësimore. Këtu është bën një vetting. Atëherë vjen me i dhanë mësim djalit tanë një njeri që s'ka si profesion. S'ka shanse unë e bëj mësimin vetë në shtëpi si Aristoteli. Po profesionin s'mund t'ja japësh ti. O aty bëj si djali jot në përbot vlla. Po. Në qoftë se unë kam bë kurse online në Harvard, që do t'i bëj 8 që të marr masterin shkencor në Harvard. Në qoftë se Shpend Gashi e ka arritur me vuajtje duke sakrifiku lek për me pagu në Harvard, aq sa kemi mundësi neve se Harvardin e plot nuk e paguajmë dot 70.000 euro në vit, se kemi babin drejtor bashkie. Sistemi të PSD-ja babi im, ngeli të rjetë një idiot një idiot idealist që nuk diti kur me vjedh fondet e shtetit, edhe pse tendrat i vinin. Kur mos një gjom nga ato, no babi do çka kur isha i vogël, se fëmijët e vegjël janë kështu, shikon shokët gjitha me makina, me gjitha ato. O bab, po pse më nuk e pranove? Mbiet e fëmijët. Se kuptoj atëra. Shkodrante e pa fytyret, pa fesë, se Shkodran qytet kulture, po ka edhe nga ata pa ka sa të duash. nxjerr një shprehje hiqja çimën theut.
Pa. Shteti nuk ka qenë mja theut. Këta kuptojnë. Kaq ne kemi rënë dorë të kësaj kategorie njerëzore. E para, dhe e dyta, nuk kam problem gjithë mlefi im. Është tek mungesa, tek goditja e profesionistëve dhe e atyre që reagojnë. Ne jemi kom në këtë situatë dhe shoqëri dhe si shtet pikërisht nga mungesa e reagimit. Me këta që reagojnë çfarë ke? Me sindikatën çfarë ke? Me drejtuesit e sindikatës çfarë ke? Shiko, ka gjë. Ku janë ban Francë dalë kundër sindikatës. Ajo që thuati merr leksione nga Harvard, merr futesh online ke shumë. Por ka i problem. Janë disa zgjidhje që nuk t'i jap as Harvardi, as satelit telshu në Kaliforni, as chat GDP-ja, as një rrjet social. Ligjet që përkthejnë Shqipëria për me i quajnë Bashkimin Evropian nuk më përkthejsh kur me Google Translate as me, sepse kanë specifikat tyre mbrana, kanë terminologjinë. E para. E dyta, unë kaloj në përduar procese, për shembull, me miel lopën, sta miel sateliti. Me shartua, ka dit në 4 orë, me 2 grupe ndryshme që bëj 70 shartime. Tani edhe me mjull syt dimi prej me mjull. Atë nuk t'i bën pushdo. As nuk t'i bën sateliti, as chat GDP-ja. As analizën e qumshtit. Tani ka doli teoria. Shkollën e i thoshtë tjetit ke zanë 2 përshëndet ku ke faturën tatimore, sepse me ignorant tile kanë mush administratë. Pra, njeri pa kulturë shko dirim këtë gradë. Tjetëri e mbledh rigonin mal ku pojnë tatimor. Dëgjova më në televizor, inshallah nuk janë vërteta. Po këto që kishin dalë tani tatimet, shitin ambulant nuk ka nevojë për faturë. Tash del tjetri, vjen ai sill çunshin e lop, se me atë lop ma frymën e 2 pleqve, se 70.000 lekë nuk i dalin kur gjë, i ha një laçe, pa dritat, pa ujë. Vjen tani shet 4 shishe çumsh, ku pojnë tatimor ku ke. Ai detyrohet me therrë dhe lopën. Tash kuj po i shërbetin këtë rast? Vetëm tregut serb. Po. Nuk kam gjë me Serbinë. Jo, kuptojmë profe. Kam shumë respekt për atë popull që zgjidh mirë punët e veta. Po. Por me vjen shumë keq që qeverisjet e atij vendi kanë intervenuar dhe kanë krijuar probleme me mirëqenien dhe me jetën shoqërore. Domethënë serbët cilën siç duhet cilleshin shqiptarët për Shqipërinë dhe shqiptarët cilën siç cilën serbit për Shqipërinë. Kam lexuar 1911 një thot njëri si janë punë në Shqipëri Krishti thot siç e duan armiqtë e kombit. Problemi janë këtu tash. Unë serb populli mik japi me marrim me ta. Janë shkencëtar, kanë institucione, janë rregull ata, kanë ushtri, kanë gjitha. Të mysin me prodhim. E diti ishan lonër para 3 javësh ke fëmijave. E diti kilja mishit në supermarket lonër, i kontrolluam mbrana rregullave, ta i ruajtën 5 euro. Këtu ke 12 euro. Në Serbi 1 euro kilja mishit, gicit. Sa të dush. Atëherë, unë këtë popull më rregull, edhe qeverisja ati vendi, për popullin e vetë, unë ku ta marrë ta kem qeverin të mirë për popullin e vetë, dhe në atë njërë. Atëherë, hajde në fushën politike, po diskutojmë. Po. Ti ushtrin ta në unë diplomacia është tjetër, po. Është tjetër. Por ama nuk ka shanse kur. Të mërshme është, po. Nuk ka shanse kur që tek vreshti, apo tek blegtoria, me quë mësuesin e muzikës atje. Po qënë specialistin e vetë. Ke përësysh ato se ti e ke jetuar komunizmin në tërësia, kupton? Janë ca filma shqiptar, ke përësysh këto të pas luftës, që do ndërtojshin hidrocentrale dhe gjitha me radhë, edhe është një nga këta pleqt, fshatarët. I thot ai urën nuk do ta ndërtojmë këtu, ai mbaruar në Bashkim Sovjetik. Sepse nuk mban toka, valla. Edhe ky fshatari tash e ke dëgjuar ti biro dha fjalën e popullit. Domethënë, këta duan edhe profesionistin e mbysin me folklorizma. Tash me thonën ty, ti e di që këtë lulën e ka sjell Zoti, Zoti e ka krijuar, Zoti do ta shërojë. Po mirë, për çfarë ke marr luçën në vresht, tash që të kapi parazitët, kot, po shkollën, po specializimin. Për çfarë duhet këtë? Për çfarë ke bën? Tan bota i ka. Vetëm ne i kishim, po i ranojmë. Ne nuk i përdorim. Ne nuk i përdorim. Nuk e di domethënë se çfarë është ky sadomazokizëm i shoqërisë tonë. E di çam tha një burr i ndëruar. Po
ka vdekur pas dritë ma dunja, ishte, nuk më merte menja kur një kanë vështim t'il. Lush tha, komunizmi tha, ka bon që ka bon. Pasojat e ti vujme dhe sot, por në gjëja tha nga baba, se i thirësha, nga që isha mësu me i thirë mizë, po kur më la baba, e dashi bëjshim shaka, se kishte i shprej, hajde ke baba. Hajde ke baba, pa. I thosha, bab, lush tha, në gjëja babën tha. Komunizmi, tha, në Shqipëri, ka qenë shumë më ndyrë se pushtimi serb në Kosovë. O, thash, po kam tezën Gjakove, kam kushin Gjakove, me dogji pak, dhe ktheva kujtesën. Ku shkova ke kushinin Gjakov, kishte shtëpinë 2 katëshe, rreth shtëpisë kishte një avlli, ku kishte traktorin, zetorin, lesën, korsën, makinën mbjellëse të grurit, dhe thash, o zoti i madh, thosha. Këta nën serb, edhe i kanë këto. por pas ka mjete mekanike bujqësore në funksion sa se ka ton rreth ton malësia Gjakovës. Ose ton mati ku jetoja unë, ose pra i kishte gjitha. Mirë, po kjo s'm kish ramendja ndonjëherë me bë këtë krahasim. Jo tha, po i thash jo babi thash, edhe ne zhvillim kemi. Shiko bab, tha, po morëm 2 gjëra. Numrin e të pagjeturve. 1420 mos gabojmë tha për të pagjetur që ka i kërkon Kosova sot, Serbisë. 8.000 ka Shqipëria. 8.000 pjesur për 1.400 duket pandikun sa bën 6. Pra 6 herë më rand ka qenë plumi, thika, vulgariteti, torturat, shnjerëzimi, vezet në nësjetull, maca në thes, me myt tjetrin, me myt shqiptarin. Doktor shkencash në Austri, në mes grop sales e linin deri sa u fundos, mas e kështë ra. Pra, deri këtu. 8.000 me 1.400. Morën për dhunimin, tha. Ishte koha kur doli ky problemi parashikimit si magu dhe jam ndjer shumë keq kur shikoja reagimin e shqiptarëve, thosh, kjo ka qenë dashuria e luan po vratit. Ja. Unë kam qenë moshatare saj. Kam qenë student kur e kam ndjek në gjitha koncertet që jepte. Parashevia është motra ime, motra e çdo shqiptari. Është ylli i vajzërisë e racës shqiptare. Kavaja ka qytetarin më të mirë të Shqipërisë, për mendimin tim. Dhe kjo parashevia mendoja, e thash shiko, sepse në atë kohë luan po bratit zguxonte kërkush me i drejtuar, sepse e ekzekutuar. Operativit s'ka guxuar kërkush me ja kthy fjalën. Sekretari i partisë çfarë ka dash, s'ka guxuar kërkush se e ka marrë më qafë me shtëpi me familje. Unë kam pas një rast në një kooperativ ku kam punuar. Në sëllën një agronome kam shkujt edhe në libër, e qunin Nevzat. Ky aty në vend, një djalë i ri, djalë vllai vetëm ishte, e qojnë burge me ti gruaja, ky tha ta bëjmë brigadire, e bën brigadire atë. Ky tash Nevzati vendohet në për parcela gjasme të bë kontroll dhe i thot ai gruaja se malsor ti e di, në veri nuk është vulgaritet, po i thot apo vje e haj ka fshat buk. Po jo hajde ke shtëpia për punë tjera. Edhe shkon ky Nevzati, atë priste ky. Se pranaj u vënu, se e priste, edhe ky shkon drejt e këtë i kam jetua, e njof, e kam jetua. I shkoj ke shtëpia dhe pruni nana e atij djalit u nxin fytyrë, edhe meti e nana, kjo gruaja shtroi sofrën, mu shikot në rakis, nanës burrit edhe këtij Nevzatit. Edhe i thot, zonjës shtëpisë. Po zonjë shtëpisë. Ajo nana vetëm shifte tokën, nuk jepte mohabet Nevzatit. Edhe i thot ky Nevzati, se në të me bo mik, gëzuar nene, ajo nana kishte djalin e vetëm burr. Edhe kjo i tha, gëzuar mzat. Gëzuar nene herën e dytë. Gëzuar mzat i tha. O nene, me quj Nevzat, jo mzat. E di nana e din i tha. Kur vije me djalin, ke qenë Nevzati. Tash që vjen me nusën, je mzati. E po shtroj, dhe ai zguxoi ma me shkue, e shpetoi fytyrën e vet, shpetoi edhe nusën, sepse këta të masakroshin. Edhe mos të vinte viti 1990 që u liruan këtë punë, ai se ishte kandidat partia, ai të fuste partia të dënonte sa njerëzit janë përdhunuar. Edhe më tha i gjaja, pas di që ka vdekë shkoj ma dunja, tha. Lush tha që kanë përdhunuar gra e vajza
operativat e sigurimit, sekretarët e partisë, brigadierat janë 5 herë më shumë se kanë prodhuar serbë në Kosovë. Në Kosovë janë 20.000, se kjo që e bukur. Mas luftës, gratë dhe vajza në Kosovë shkuan e denoncuan, filan ushtar, filan zyrtar, dhe u treguan zonja, dhe shoqëria kosovare e pranoi dhe i ka ashtelame nga, ndërsa ne mas vit 90 asnjë prej tyre nuk guxoi me shkua me denoncues sepse të gjithë ishin pushtet prap. Sekretari i byros u bë oficer policie, brigadieri u bë demokrat e drejtori poste zinxhir. Ky që më ka spionuar mua, më ka quajtur 8 muaj hetuesi. Dhe për vrim gjylpanc për fjet perit me çaj në gjyq me 5 shkurt vitit 1988. Kam shpëtuar pa marr 3 vjet burg me shku me qit minierat e Mirdicës me shku me vagona, vetëm se kryetari i gjykatës i ndjeri Shaqir Gradica pas dritë ma dunja, një burr shumë fisnik. Ishte kryetari i gjykatës e pa qeshtit se diçka lëvizte aty. E mori e drejtoj vetë gjysha. Mas 5 orëve gjysh, ishte mush plot, kishin të tonë specialistë e rreth. Dënimin. Prishin dënimin 3 vjet burg, më thaj prokurori, kisha shok. Tha në rast se mund me nda me vjetë, s'kam ba si gjohë, s'kam as i fajt tash. Kur hipëm aty, tak, më dha mundësin Shaqir Gradica me mërojt. Kam vepruj, thash si masaj, tak, që letra, që dhe umen. I thot Shaqir Gradica, Shpetim Blec. Shpetim Bleta ishte krye agronomi rrethit nga Kavaja, ja bëft zoti jetën Lule, ati dhe fëmijëve të tij, tanë jetën. Unë s'kisha njohur më Shpetim Blet, vetëm si koleg, çoja evidenca, merr evidenca, mbjelli fare. I thash Shpetim Blet, zoti krye agronom, tha, si është ky problem? A është fletoria kadastrale apo kompasi? Jo, tha, fletoria kadastrale. Aty u hap, se doli ajo që ju thosha unë. Dhe kur zbrisja shkollë, ata që prisin me dur trokit, ja e qumë burg, armikun e partisë të popullit, ata mbi në shpatlla më thoshin rrofsh, halal të qoftë thoshin se dole si Gjergj Dimitrovi, nga i akuzuar u bën akuzues. Jo, unë s'kisha bën asisan. 8 muaj hetuesi më ka shku menja me vra vetën. 8 muaj hetuesi kam la pllakat e hetuesis me gjak. 8 muaj hetuesi, po, 8 muaj hetuesis mu shkatrua komplet konstrukti shpirtëror për të mallkuarit e komunizmit. Sepse e kisha menuar ndryshe shoqërinë time dhe politikën e shtetit tim. Po kur e pash se si vepronte mrena aty, atëherë gjithçka ndryshoi. Dhe aty kam dalë jashtë, s'kam punuar më antropoj, kam ikën burrë. Pra, ky është ajo që kemi kaluar. Prandaj pasojat e komunizmit janë kaq fatale. Prandaj gëzohen njerëzit kur e shefadromin tu ja shëm shtëpinë tjetrit. Edhe ka mundësi më. Po pikërisht nga komunizmi, egërsia. Sepse kur ja djeg shtëpia tjetrit, më i mend një herë kur na ka ngurë një lop. Dhe komshia im, quaj Gjon Rosa, ka vdek pas dritë, erdhi ke shtëpia edhe kishte marrë 30 kg drith nga shtëpia vetë i solli, tha, të ka bon Zoti dam, po unë qikash ka mundësi me unë mua. Ne kemi qenë solidar, kemi qenë popull fisnik, por ne në 80 vitet e komunizmit janë 80.000 vite dekadencë, shkomtarizim, shnjerzim, ka ndrruar racën, ka degeneruar racën, ka degeneruar trunin, ka shpërlat trunin. E ka mush vendin me shejtanar. Thoshte profesor Ahmetosja. Njeriu pa fe, pa vegël pune, e pa profesion në shejtan, dreq, djalli. Tashi, kush ishin komunistët? Njerëz pa fe, pa vegël pune, pa profesion, dhe vazhdon sot. Sot ai që sunon djalim nuk sunuat se ka ikën punë vetë, ja priv Zoti marr atje ku. Amin. Në mofti malli Zot tan fëmijët e Shqipërisë. Shqipërisë. Lungoja. Por sot më sunon, kam 35 vjet, më sunon fëmia e atij që ai që më ka dalë në gjyq 8 muaj hetuesi e më rrezikoi 3 vjet burg, ka punuar në nivelet më të larta të shtetit shqiptar. Hetuesi im që më ka çagishin e Kams, e ma mushi këpucën gjak, deri në 94 ka punuar në Ministrinë e Mbrojtjes katën e tretë. Kjo është, nuk ndam kur nga keqja, nuk e përjashtuam kur të keqen. Dhe tash i vin, urno, ku ke sigurinë ushqimore 0, ku ke sigurinë mjedisore 0. Si e kanë ndot lumetjet e Shqipërisë, me të ardhë keq me qenë lumejt,
e çdo populli kësaj bote, se unë nuk mund të them një popull se s'kam armik popujt. Po. Unë kam qeveri despotike, hajdetrore. Po. Ku ke siguri mjedisore? Zero. Ku ke siguri juridike? Zero. Që shumë thret ti mua me thanë bjerë faktit. Po faktet i ke që të bajnë mu. Që shumë thret ti mua, që s'kërkon llogariti mua si drejtësi, kur është shef që ndërtimi nuk është bën për një orë. Për një orë bidhet një lop ose i dhi, po nuk ndërtohet 2 katë ndërtesë. Nuk hidhen verantat drejtën në trotuar. Është të mërshme. Në lulishtet e Tirana mbaroi si qytet, po bëhet vendi pa banmush. Pikërisht nga këta njerëz të babzitur dhe nga ky korrupsion monetar dhe elektoral, thash zoti të nalet. Dhe unë thash edhe herë, nuk e kam natyrën se ndoshta Tirana e shtyp, po kështu kam diskursin. Unë neveris. Unë ta kuptoj diskurin. E neveris një sjellje të tillë ndaj mjedis dhe ndaj mjediseve të përbashkëta. Po jeta familjare jote, për shembull, kur ti shkon edhe flet me zonjën tuaj. A ka ndonjë ditë që tot o lush? Na ke marrë në qafë burr. Tani. Na ke marrë në qafë me këtë. Në zemra ime thot se ne tu e si ke qenë. Nga tropoja na largun, nga burreli na largun. Tani po na hipin në qafë. Po na godasin. Nuk ka ditë që kalon që nuk e njeh veten. Fajtor, po nuk më fajtor, so nuk mund të prishëm. Fajtor ndar familjes. Nuk mund të prishëm, sepse i kërkoj ndjes për zgjallje për zvdekuri. Sepse ajo ka qenë profesor, është profesor doktore. Po asnjë modesti i bëj thirrje Edi Ramës, e ministrit bujqësisë, e ministres arsimit, të më ngjajnë një specialiste tjetër në Republikën e Shqipërisë. Më të mirë. E specializume në Universitetin e Francës, e specializume në Universitetin e Michiganit, në Universitetin e Kairos në Egjipt, me gjitha dhjeta, doktore, profesor doktore. Për fatin e zi se ka qenë kushina Ahmet Zogut, e kanë që për agronom, po edhe aty marroj shumë mirë. Kushërira e mretit? Gjyshja e gruas time, e quajtur Sabie Ethemi, po, ka qenë infermere në familjen mretërore dhe ka prit linjën e Ahmet Zogut. Ajo ka dëgjuar qarat e parat atij djali që u bë mbret i Shqipërisë. Por e psoj. Po psimin e këtyre viteve, për shkrimet e mia, për reagimin tim, se sërrimë do të plasim, mos më shkujtje, mos më dhonë. Po mirë ke jepi drejtim, dhe ke qëllim edhe. Për këtë vllai dashur e çojnë fushkruj agronome. Enver Hoxha se bën këtë. Enver Hoxha ka qenë katile e keqe e Shqipërisë, regjimi i tij. Por mentor Përmeti, që është nipi i toptanëve, shpallur armiq në atë kohë, një familje shumë nderuar, Lesja ka vënë, nuk po flas për komunizëm. Ahmet Zogu që ishte shpallur armik, mentor Përmeti e ka djalë tezi. Mentor Përmeti në Enver Hoxha la rektor në Universitet Bujqësor, e bënte drejtues katedrës për mësim gjenetik, i thoshte çfarë din me bën dhe bënte punë. Todi Gjermani bani burg, e pas burgut i tha hajde në baklonin e Kallmetit në Shkodër. Enver Hoxha, në saktan më të ndyrë se Enver Hoxha, më të fliqur, më anti-shqiptar, e quhen gruan time në fushkruj, e vetmja profesor doktore, profesor asocuar, dosën për profesor doktore, dhe dilin e i thoshin mëgjes, erdhe në orën ke jarë 5 minuta me vënes, një ditë që u largue në orën 4 pa 10 minuta para se ikte makina, i thot, s'kishte drita asgjë, i thot, ta hoqja ditën e punës. Pra, kur sipër intelektualit vendosin njëri që s'ka lidhje fare, shtaut, s'ka lidhje fare me administratët, kur këtë kategori njerëzish e thue, i jep status, i thue, ta janë drejtues nivelit lartë. Çfarë drejtues nivelit lartë? Si bën drejtues nivelit lartë? Drejtues nivelit lartë të bën puna, profesioni, aftësia, nuk bën partia. Dhe në rast se ti bësh drejtues nivelit lartë, e pastaj më imponohesh mua, jo, unë po të tek ditën e punës, se çoj këshillt e tij, se të masakroj. Kjo është poshtërsi. Kjo është poshtërsi. Dhe ky nivel ka ardhur. E bën drejtues dhe shkon edhe janë 3-4 doktorë shkencë, gjithë autoriteti kombëtar i sigurisë ushqimore të Republikës së Shqipërisë
ka 4 doktor shkencash, mos e gabohem, mund të jetë 4 a 5 këto lëviz, asnjëri prej tyre nuk kanë pozicione drejtuese. Ve specialist të rëndomt. Po doktori shkencave, niveli 3. po doktori shkencave e din eksperimentin, e njeh flizin, e njeh shkencën, e njeh përgjegjësinë më mirë se sa specialisti thjesht. Kam respekt shumë edhe për specialistin e thjesht. Jam profesori asociuar, e specializuar jashtë. Taku uja vend njerëzit për të vendosur gjoba o prove për me kapur Për me 500 kalu euro nga dita. rkesa, për me bllokuar 500 euro prodhimin dita, 1000 euro vendas. dita prova. Po kur kalo makinën me mish, ke mbyt prodhimin Me vendas. salmonela, ora Kur kalo vajin e palmes, ke mbyt prodhimin vendas. ndodhi salmonela. U shpërhap salmonela në për mish. Se nga mishi vjen salmonela për ata që nuk e din. Nuk i plasit njeriu do profe me dal, o prindje. Fillon. Të dalit toj ore po në helmoni. Helmon nuj. Fillon tjetri thot me gazit sarin lajm duar nava. Ore ti nuk e di se ç'është gazi sarin njerë. Gaz o zotri, është gaz, e si me po cianuri, po mund ta pish. Po. Cianuri nuk të bën asnjë lloj gjoje. Ne e pim për mëngjes. Dela tjetra ministra e rinis thot prindrit e mi u gëzuan shumë kur takuan mamin dhe babin tim, a kupton? Idiotlik tjetër. Del Belina Balluku thot na jepni 2025-ën që të mbajmë premtimet e 2013-s. Parti, EMVR, gjithë. Po kujt e shërben kjo? U vran 2 fëmijë. Po. Nuk ka pasur një prindër që toj ore vlla, dale se nuk ndihemi siguruar i rrezikuar për jetën e fëmijës tim. Taksi, Pra, kur dolan protest, kur shkak pasoje kur profesor. vraj djali Martin Came. mos si ndodh kuj. Amino vlla, po. E unë do s'kam ndodhi se jeta s'kam është- fëmijë vetë dola në protestat natë. E unë ngritën njeri pas tjetër, doli një grua, tha, ku i njo nana? Ju tha mos qufshi nana. Se kjo mund të ndodhë në kujdo. Jo po sërujmë çdo thike, ruaj çdo thike. Se nuk je për të rujt lupt. As për me pa flok, kush i ka krej ma bukur. Po jem mësues aty me mbajt në kontroll dhe me ditë kur degeneron konflikt. Unë jam profesor tash 25 vjet. Ka pas raste që kam ndërhy me studente. Edhe unë, Kam shpëtuar jetë. edhe unë, bro. Ka pas raste që kam ndërhy me studente se i ka bën padi penale student për një keq kuptim. E kam shpëtuar nga burgu, kam thonë të shko tërheq. A kam garanci këtë? Po, ke garanci jo. Sepse nuk është e lehtë me kalb tjetrin në burg. Është e lehtë me lën tjetrin me nxjerr thikën. Është e lehtë me lën tjetrin me u qa me gur. Por duhet më ndërhy, përse jemi prindër. Jemi njerëz njerë atë parë. Tjetri, kur e nis fëmin ke shtëpia vet, u kam fëmijët e djalit në Anglin kopshë në shkollë. Kur e nis Kesh me me jetë. shku në shkollë, mu kur vi orari s'kam as i shqetësim as djali as gruaja e djalit. Si të shqetësohem mu kur e kam fëmijën në shkollë. Po ç'a bojna? Po si lajnë durët ato pala mësues. Ky pala sistem. Ky nuk është sistemi arsimor që meritojnë shqiptarët. Edhe unë jam profesor dhe tham me plot gojen dhe nuk ja dua këtë sistem arsimor Shqipërisë. Ky sistem arsimor nuk e meritojnë shqiptarët.